2 vjet pas hyrjes së Vlenit në qeveri, opozita shqiptare vazhdon të kritikojë punën e koalicionit. Nënkryetari i BDI-së Bujar Osmani vlerësoi se Vlen ka dështuar të mbrojë interesat e shqiptarëve në ekzekutiv dhe se nuk ka arritur të avancojë agjendën europiane të vendit. Sipas tij, roli i faktorëve shqiptar në proceset vendimarrëse është zbehur, ndërsa integrimi europian ka mbetur pa përparim. Në kuadër të fushatës së BDI-së me moton 2 vite në çmim, Vlen asgjë, Osmani e cilësoi këtë si dështimin më të madh të koalicionit qeverisës. 2 vite më vonë, rezultatet janë dëshpëruese. Shteti nuk ka bërë as edhe një hap të vetëm substancial drejt Bashkimit Evropian. Në vend të përshpejtimit, kemi stagnim. Në vend të reformave, kemi improvizime. Dhe në vend të agjendës europiane, kemi politikë ditore. Kryesuesi i ri i Bashkimit Evropian, Irlanda, prezentoi agjendën e re dhe vendi jonë është i vetmi që nuk përmendet fare. Veçanërisht shqetësues është fakti se edhe mundësia historike që ofroi plani i rritjes së Bashkimit Evropian ka mbetur kryesisht e pashfrytzuar. Sipas Osmanit, një tjetër dështim është edhe mospërfitimi i plotë nga mundësi që ofron plani i rritjes i Bashkimit Evropian. Ai tha se në vend që vendi të ishte ndër liderët e rajonit në zbatimin e reformave dhe shfrytëzimin e fondeve evropiane, është përballur me vonesa dhe mungesë të vullnetit politik për realizimin e tyre. Por humbjen më të madhe të agjendës europiane Vlen u ka shkaktuar shqiptarëve, votuesve të vet dhe popullit. Dhe këtë nuk e themi ne, këtë e thot Brukseli, këtë e thot Parlamenti Evropian, i cili rikujton se rruga drejt Brukselit vazhdon të kalojë përmes Ohrit. Në raportin e tij të fundit, Parlamenti Evropian konstaton qartë regres dhe kërkon angazhim të ripërtrir politik për vazhdimin e rrugës evropiane. Ai kërkon respektim dhe zbatim të plotë të marrëveshjes së Ohrit dhe paralajmëron se besimi ndërretnik dhe parimi i barazisë nuk guxojnë të vihen në pikpyetje. Nga BDI vlerëson se zhvillimet e fundit në procesin eurointegruese dhe raportet ndërkombëtare tregojnë mungesë progresi dhe çështje të dobët politike në drejtim të agjendës europiane. Sipas tyre, kjo situatë reflekton jo vetëm sfida në nivelin shtetëror, por edhe dobësim të rolit politik të shqiptarëve në vendimarrje.